mundësi, nuk lejon asnjë shtet që agentët e shërbimit armiqësor domethënë t'i futen edhe t'i infiltrohen nëpër mediat që ta ndikojnë opinionin publik të vendit tjetër. Prandaj, unë kam bërë thirrje dhe kemi pasur lëvizje, nuk mendoj që janë për shkak të thirrjeve të mia, por mendoj që ka pasur një ndrrim që duhet të paktën nga vrojtime të jashtme duhet të përshëndetet dhe ky ndryshim është ndryshimi i menaxhmentit të shërbimit inteligjent të Kosovës. Menaxhmenti i ri i AKI-s ka vënë në lëvizje është vënë në lëvizje dhe kemi 6 arrestime, ky është arrestimi i 7 i figurave për spionazh dhe është interesant se kemi arrestime në disa, si të themi, në një gamë të gjerë aktivitetesh, në së cilën aktivitet që mund të bëj agjentura, shërbimi inteligjent i Kosovës ka arrestuar njerëz nga ta, në një. Domethënë, po nisim tash pra së fundi. Është arrestuar spioni i ndyrë Fatmir Sheholli, babajnë të cilit grupi i UÇK-s me heroj në kombit Zahir Bajazitin e pati vrarë domethënë dhe pati dhënë një komunikat Ushtria Çlirimtare e Kosovës ku ajo e merrte përsipër vrasjen e babait të tij spion. Në dy, ky domethënë arriti të depërtonte nëpër të gjitha mediat, arriti të ulej me secilin politikan të Kosovës, me të gjitha figurat politike, përfshirë djalin e presidentit Ibrahim Rugova, përfshirë komandantin e UÇK-s në Koshare Hisen Berisha, dilte në fotografi me vllajën e Ramush Haradinajt, me Daud Haradinajt, dilte në fotografi me ish-kryetarin e Gjilanit Lutfi Aziri, dilte në fotografi, domethënë ka dalur në fotografi me Hashim Thaqin dhe me shumë figura politike. Prandaj, domethënë, aktiviteti i tij ka qenë i tillë që ka bashkëpunuar në vazhdimsi ka bashkëpunuar me Serbinë dhe roli i tij kryesor ka qenë të sjellë dosje të manipuluara nga shërbimi sekret serb në Kosovë. Është e njohur kultura e shërbimeve sekrete që nuk japin dosje dhe nuk dalin dosje të vërteta nga zyrtarët e tyre. Ato dosje dhe ato informacione që dalin të tilla të manipuluara ose të përpunuara për të arritur qëllime të caktuara. Zoti Sheholli tentoi të krijonte së fundi me instruksione të konkrete të një drejtori të shërbimit sekret serb, tentoi të krijonte një matricë të gjerë shantazhi ndaj kryeministrit të Kosovës dhe donin të thonin, domethënë donin të nxirrin në publik gjoja dokumente autentike të një bashkëpunimi të kryeministrit të Kosovës me presidentin e Serbisë për ta bërë zotin Rashić kryetar të kuvendit. Domethënë shi sa larg ka shkuar agjentura serbe duke tentuar domethënë të ndikojë vendimarrjen e Kosovës. Kjo është gjenerata e 6 e luftave ku një shtet tenton ta ndikojë vendimarrjen e një shteti tjetër. Pra, ata donin që të bënin një asi loje, një asi dredhije, që gjoja kryeministri i Kosovës, domethënë, po bashkëpunon me presidentin Vučić për këtë lloj, ndërkohë që episode të tjera që ndoshta ne nuk I dim për Fatmir Shehollin, që populli I di. Populli I di të gjitha. Populli I Kosovës është popull inteligjent, mbamendjen e ka shumë të saktë, vrojtimin e ka shumë të saktë dhe përfundimet logjike të atyre gjërave që veprohen I nxjerr jashtëzakonisht të sakta. Referuar fjalisë popullore ose fjalisë e vjetër shqipe, gardhi ka sy dhe mali ka vesh. Domethënë, po flasim për një, si themi, për një kujdes të shtuar ose një shqis të gjashtë, një shqis ekstra tek populli I Kosovës, vrojtimi I aktiviteteve të spionazhit dhe kjo ka ardhur si
si reakcion i viteve të gjata të pushtimit dhe i gjithë atyre goditjes që i bën të represioni serb. Pra janë të kujdesshëm në këtë temë dhe janë të i njohin spionët. Populli i di kush janë. Po pse u arrestua mendoni me Milaim Zekën? Ka ndonjë se Milaimi ka akuzuar që jo mund të arrestoni diku tjetër, po pse me mua? Fatkeqësisht personi që flitet drejtuesi i shërbimit inteligjent të Kosovës dhe kryetari i parlamentit, pastaj në parlamentin e Kosovës i është drejtuar zotit Milaim Zeka me termin znaçka. Znaçka në gjuhën shqipe do të thotë shenjë nga serbisja dhe i referohej domethënë ose tentonte të përçonte publikun në Kosovë, zoti Kadri Veseli e kam fjalën, i thoshte publikun në Kosovë dhe Milaim Zekës që ke qenë bashkëpunëtor i Serbisë dhe ke pasur këtë nofshk. Aktiviteti i gjatë i tij destruktiv në mediat elektronike edhe të Kosovës edhe të Shqipërisë e bëjnë atë një figurë të urryer në mendjet edhe në zemrat e shqiptarëve. Qëllimi dhe nuk ka qenë qëllimi i policisë Kosovës që ta arrestoj me zotin Zeka, por është interesant që zoti Zeka është gjithmonë aty ku shpërndahet dezinformacion e sidomos dezinformacion që vjen nga kuzhina e Serbisë.